Që nëse ti i kthen ato rrobat do të lë rahat? Jo, nuk e besoj sa i lë rahat asnjëherë. Thjesht justifikim është, nuk bën njeriu për 2 valize apo për 2 bluza. Ai thjesht i tjellash. Ashtu do vazhdoj. Këtu Silva ndalon së foluri për veten dhe nis të na tregoj për karakterin e përndjekësit serial që ka Besimi. Ka kërcënuar një femër nga Fieri, kishte shku me këtë femër, i ka bërë video, edhe i thoshte, më dërgoj lek se do të shpërndaj videot e tua, fotot nudo që i ka bërë. Kjo i kishte thonë, mund vish ti marrësh këtu në Fier lekët. Ky kishte shkur dhe ajo i kishte bërë denoncim. Edhe e di që ka paguar lek shumë të madh që ky ka dalë nga burgu. Pra, sipas asaj që thot Silva, përveç se përndjekës, Besimi ka qenë edhe shantazhues. Sidoqoftë, kjo histori i përket të shkuarës. Ajo që na intereson sot është të largojmë një herë mirë Besimin nga një familje që pas problemeve të shumta, më në fund ka arritur të gjejë sadopak harmoni dhe qetësi. Ndaj, për këtë arsye vendosim të organizojmë një takim mes të dyve. Ku do takohemi nesër? Të jap gjërat e mia. Ma ku pishim kafe këtu bashkë. Në këtë valixhe që Silva po tërheq, gjendet e gjithë paja që Besimi i ka bler, nisur nga fustanet e deri tek të brendshmet. Që ai i kërkon me kaq ngulm. Prandaj, është momenti që ajo t'ia dorëzoj. Çfarë makinë që pritet taksi? Makina e zbrita këtu. Çfarë makinë bra? Mora taksi thash. Siç ndodh gjithmonë me përndjekësit serial, Besimi kërkon të kontrollojë çdo lëvizje të Silvës, duke harruar që janë të ndarë tashmë. Megjithatë, kjo e fundit nuk u mbet kohë me bisedat e tij të xhelozisë dhe futet direkt në temë. Për çfarë ti kërcënon çunat e mi? Ikim polici, ai do ta themi për çfarë e kupon. Sa familje ke ndarë? Jo, ty çat boron të lava. Se të dhurova çdo gjë. Më dhurove për një moment, lumturi, asnjë më mbrapa nga shihura shërbeshë pastaj. Mos kishe qenë ti, unë do isha edhe sot me fëmijët e mi. Çfarë sjellësh? Aty ke 2 valize, ke të brendshmet dhe 2 fustane. Gjërat e nuk kishe. Jo. Po ti kishe marrë gjithë shtëpisë që lo veç rrobës nuk ti më të valixhe më. Edhe çam të vogël të plebe. Edhe la shkresorët më të mirat lash. Ç'ke kishe lë? Po pantonë e mirë, futët e mira. Si më do valixhe, jo se simore. Silva ka punuar mos ja mohosin. Ai ke blemo nuk të mohoj gjërat tuaja. Silva mundohet më kot të argumentojë se jo çdo gjë e saj është e blerë nga ish partneri këmbgulës. Ai e ka inventarizuar çdo gjë me një saksi të habitshme. Telefon se të bleva, që për i marti. Atletë se bleve ko marrë rogën atë ti. I palishin 60 euro dhe i pal 25 euro. Silva kishte 10 euro në telefon. Ti nxorra lekët e mira të gjitha. Silva atletët i ka bler vetë. Futën lek vetëm për vete, edhe 20 euro që ma ktheve mua, se mba mos rri pa lekë. Bakshiqet. Ai ftillja për fëmijët e mi. Po ai më jepi mua. Nuk e mohoj. Edhe Silva nuk betet pas në inventare. Çdo gjë e memorizuar deri në 20 eurot e fundit. Po mdesh më shumë se çdo gjë në jetë. Dra që më ke dash kaq shumë, po më shkatron tani. Për çfarë hap Facebook me foto e mësuesës? E vërse e di që kush e shifte. E po, i arriti qëllimit. Silva e pa dhe ja ku është tashmë sërish me Besimin. Por, kemi edhe ne një surprizë për këtë të fundit. Besim, përshëndetje si kalove? A mund ta di me ç'të drejt e kërcënon Silvën se do t'i bësh keq fëmijëve të saj? Më fal, as ulmin brenda? Patjetër. Kam audiot e tua, mesazhet e tua që ti e kërcënon, do të bëj veshësh rrobe zeza, i përmend fëmin, i çon video që i afër banesës saj, i hap rrjete sociale, e ke dënuar. Do të vini familje? Në familje nuk kemi pse. Vetëm e dëgjoj pak, unë ko bashkëtu. Urdhoni video dhe ai nuk ti ka treguar të gjitha? Jo, i kam të gjitha. Nuk e di, unë jam njëri, unë e kam dashur dhe e dua. Patjetër, çaj dashur tash të lutem. Unë e kam pas familje, ke motrat e mia, e du për grua, e kupton, nuk e dua për gjë tjetër. Se duan kështu? Jo, nuk më hapte mesazh, po ne kam kështu. Se nuk më hapte mesazh. Me çfarë të drejtë? Mesazhet ai. A jeni ndar? Një sekond. Jo, nuk jam ndar. Se nuk jeni ndar. Jo, e ke gabim vëlla, mos nuk jam ndar me ta. Patjetër, jeni ndar. Atë lot. Okej. Hajde ulu. Po nuk më hapte bisedat. Nga nerva. Ti ke të drejtë kërcënosh, i shkon te shtëpia afër banesës, do shkoj. Ti tregoj foto mamit tat babit tat, kush vjen prej tyre ti sot ne ke këtu ti tani borxh. Më hap vetëm rrobat. Ora është drejt. Ti kum te unë. Ajo që kuptojmë është se Besimi, që nga momenti i parë që u takuam e përgjatë gjithë bisedës, është shumë i qetë dhe bashkëpunues, ndryshe nga rastet e tjera të përndekësve dhe shantazhuesve, ku ka agresivitet dhe përpjekje për t'u larguar. Keni punuar gjëmarin të dy? Aja ka punuar me 1200 euro. Unë punoja në zez. A keni jetuar të dy me lekë të njëri tjetrit si një çift normal? Si një çift pra. A keni kontribuar të dy për shtëpinë, për ushqime, për çdo gjë? A i keni bërë dhurata njëri tjetrit? Tash ti e kërcënon me fëmijët, shkon afër banesës saj, i hap rrjete sociale, i shkruan shoqeve të saj.